Prokuroria e posaçme ka bërë në 2-3 vitet e fundit atë që vetë klasa politike nuk ka mundur të realizojë në këto 35 vite tranzicion. Pastrimin e njësor figurash të larta që kanë mbajtur funksione publike në Shqipëri. E ngritur për luftimin e korrupsionit në nivele të larta, SPAK ka arritur që të vërë në akuzë njësor funksionarësh të lartë, përfshirë ish presidentin Ilir Meta, ish kryeministrin Sali Berisha, ish zëvendës kryeministrin Arben Ametaj, numrin 2 aktual të qeverisë Belinda Balluku, ish ministrin e shëndetësisë Ilir Beshaj, kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj e njësor emrash të tjerë me peshë në skenën politike. Lista e socialistëve në dyert e SPAK është e gjatë, por viti i fundit duket se ka qenë më intensivi për shkak se valja e goditjes shkoi deri te zëvendës kryeministra në detyrë Belinda Balluku, e cila është një prej figurave më të rëndësishme në qeveri e parti pas Edi Ramës. Balluku mor zyrtarisht e pandehur fillimisht për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera për tunelin e Llogaras, e më pas po hetohet për të gjitha lotet e Unazës së Madhe në Tiranë, si dhe për koncesionin Thuman Kashar. Para saj, një tjetër kryetar në hije i Partisë Socialiste, Erion Veliaj, u vënë në pranga nga prokuroria e posaçme në akuzë për disa raste korrupsioni e pastrimi parash. Veliaj ndodhet në qeli që prej 10 shkurtit, së bashku me bashkëshorten e tij Ajola Xoxa, ata akuzohen për korrupsion në 9 raste, pastrim parash e shpërdorim detyre. Fatin e Ballukut dhe Veliajt e pati më herët kolegu i tyre i dukurshëm Arben Ametaj, me ndryshimin se ky i fundit ndodhet në arrati prej më shumë se 2 vitesh përpara se SPAK të kërkonte zyrtarisht arrestimin e tij. Ametaj është shpallur në kërkim nga SPAK për dosjen e inceneratorëve, si dhe për privatizimin e trullit që i përkiste shoqërisë shtetërore Buka. Në burg që prej korrikut të vitit 2024 qëndron dhe ish ministri i shëndetësisë Ilir Beshaj, i cili u arrestuar për akuzën e abuzimit me fondet EBS gjatë kohës që mbante detyrën e kreut të Agjencisë Shtetërore të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës. Beshaj është gjithashtu në hetim për koncesionin e sterilizimit, ndërsa vazhdimisht ka mohuar akuzat me pretendimin se është i pafajshëm. Ndërsa radha e socialistëve pas hekurave është e gjatë dhe me kryebashkiak të njohur si Safet Xhiçi, Vangjësh Dako apo Lefter Ralla, goditja e SPAK në radhët e opozitës ka qenë më e përshëndruar. Me urdhër të prokurorisë së posaçme, ish presidenti i vendit Ilir Meta u arrestua në tetorin e vitit të kaluar për akuzat e korrupsionit, pastrimit të parave dhe shpërdorimit të detyrës, njësoj si dhe ish bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi, e cila për faktin që është grua ka marrë masën e detyrimit të paraqitjes dhe ndalimit për të dalë jashtë vendit. Hetimet e SPAK, që kishte në fokus kryesisht pasurinë e çiftit më gjatë të politikës, çuan dhe në krizën e martesës së tyre që kulmoi me divorcin. Më komplekse paraqitet situata e ish kryeministrit Sali Berisha, i cili 2 të ëna të çdo muaji duhet të paraqitet në SPAK për dosjen Partizani, ku është marrë i pandehur dhe akuzohet për korrupsion së bashku me dhëndrin e tij Jamar Bermaltezi. Berisha është marrë gjithashtu në pyetje si person në dieni për 21 janarin, ndërsa nuk i ka kursyer akuzat për Altin Dumanin. Por pavarësisht qëndrimeve të Berishës, Metës apo të tjerë të pandehurve në radhët e politikës, SPAK ka intensifikuar dukshëm hetimet dhe dosjet në drejtim të korrupsionit të lartë në Shqipëri. Ky vit që po mbyllet solli dhe një ndryshim në drejtimin e SPAK, me Altin Dumanin që i la stafetën Klodian Braos, i cili duket se deri tani ka marrë dhe bekimin e faktorit ndërkombëtar në Shqipëri. Se çfarë do të rezervojë 2026 ta mbetet për tu parë, por ajo që mund të thuhet me siguri është që SPAK ka ndryshuar skenën politike në Shqipëri, e shpata duket ende e ngritur në kërkim të kokave të tjera.